Të nderuar bashkëpunëtor dhe punëtor, dhe mbi të gjitha, ju deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, sot nuk po ju drejtohem si politikan, as si kundërshtar partijak, por si qytetar i këtij vendi, si punëtor i këtij shteti, si njeri që ka sakrifikuar dhe që ka dhuruar shumë, me një zemër të lodhur nga padrejtësitë dhe një shpresë që po shtëron për ditë. Ju keni marrë përgjegjësinë më të lartë që mund ta marrë një qytetar i Kosovës. Për fatësimin e popullit në Kuvend, keni dhënë betim me dorën mbi kushtetut, duke u zatuar se do t'i shërbeni popullit, shtetit dhe ligjit. Por, çfarë keni bërë? Keni bllokuar Kuvendin, keni bllokuar formimin e institucioneve, keni kthyer tempullin e demokracisë në një arenë hakmarrje dhe inati politik. Apo mendonin ndonjëherë për qytetarin që ju votoi me shpresë, për prindin që pret ndihmë sociale që nuk vjen, për studentin që mëson në kushte mjerim, për punëtorin që rrezikon jetën çdo ditë dhe paguhet si sklav. Jo, sepse nuk po udhëhiqeni nga përgjegjësia, por nga inati, nuk po udhëhiqeni nga interesi i qytetarit, por nga urdhri i partisë. E kujt i shërben kjo? Cilës ka uzi shërben kë Kuvendi, kur Kuvendi s'ka kryetar, kur ligjet nuk kalojnë, kur qytetarin ndjehet i braktisur. Kosova nuk ka kohë për inate, nuk ka kohë për lojra politike. Populli nuk është më i verbër. Ju sheh, ju dëgjon, ju ndjen çdo ditë mbi kurrizin e tij. Deputeti i vërtet është zë i popullit, jo zgjatimi pa partisë. Deputeti i vërtet bashkon e nuk përçan. Deputeti i vërtet ndërton, nuk shkatron. A ka mbetur sadopak ndërgjegje në radhët tuaja? A ka ndonjë zë brenda jush që thot, mjaft më, unë në emër të punëtorëve që përfaqësoj, në emër të qytetarëve që po humbin durimin, ju bëj thirrje, formoni institucionet, mbledhuni për Kosovën, jo për partinë, dilni nga korniza e inatit dhe kthehuni në rrugën e përgjegjësisë, sepse posti është i përkohshëm, por historia është e përjetshme, dhe do t'i mbaj mend, jo për fjalët që tha, por për atë që nuk bën, që nuk bëtë. Mos harroni, Kosova është mbi të gjitha. Faleminderit. Në gjatë Lumnica. Lumt që na e solle këtë reagim domon. Faleminderit shumë Mustafa Shabani, respekt pafund miku. Edhe njëherë, po e tham është i mikut tim, është edhe antar i Rojës Kohës, një ndër shoqatat më të mira në Kosovë, spaku me jehonën e fundit që ka bë dhe me punën që po bën, dhe është një njeri që premton shumë, jo vetëm për Llapin, jo vetëm për sindikatën të cilën e udhëheq, por është një zot premtues për gjithë Kosovën, andaj e gjeta dikun këtë fjalë të shkruar dhe desha ta lexoj. Faleminderit shumë për kohën ty, po më shumë në gjatit, cilit i dëshiroj suksese dhe lutem që ky zot i ti të ndëgjohet diku e të mos shkoj në vesh të shortër. Faleminderit shumë, Indro Mustafa.